Pa realisht Vullnet nëse shikojmë një prej zërave më ndryshe që nga përfundimi i zgjedhjeve ka qenë Fatmir Limaj dhe mbase deklarimi i tij do dojë të dëgjoj sepse me të vërtetë ka qenë i vetmi që ka ofruar zgjidhje në kuadër të mundësive dhe fuqisë politike që e ka pasur. Nuk e pata për Limajin. Edhe pse Limaj ka interesant sepse më herët Argjendi e tha që nuk ka me marrë pjesë. E cili të do ki mërzitshëm Vullnet. Edhe unë pak më Vullnet, fal. Albulena të do ke mërzitshme. Po, ekstremisht e mërzitshme. Mua më intereson ta di pse çka ja ndroi mendjen Limas Vullnet. Çka ja ndroi mendjen Limas? Kush është më i mërzitshëm është e parëndësishme çfarë ja ndroi mendjen Limas për pjesëmarrje. Zotri Softolli tha këtu në studio se ka deklaruar që nuk do të jetë pjesë e seancës, pse vendosi të shkojë sipas teje? Unë mendoj për shkak të sajna, për shkak të deklarimi. Se po të mos ishte në kuvend, Lima nuk do të kishte mundur të japte këtë farë qëndrimi politik tina. Edhe unë mendoj që këtë partitë politike po shkojnë atë për shkak të sajna. Veç për që deklarimi para se me hy. Ja, veç pak. Abon ta përmisoj. Është këtë kuptim. Edhe Lima i sigurt të tjerë lider të partive ish opozitare, ka thonë që s'marrin pjesë në seancën për buxhetin. Jo këto të votimit ose të tentim votimit për qeverinë. Do shta dhe unë komën si që kam keq. Masi komën si që ju e keni kuptu ndryshe? Do shta dhe unë... Unë spjegoj faj Argentit. Ose ju e keni kuptu sakt na kesh. Ose ina i lexova unë se jo kur e pas aty, ku mi kum lexo këtë reagimat. Ata kishin pas për seancën e buxhetit, jo për votimin e qeverisë. Edhe Memli, edhe Lumiri, edhe Amushi, edhe Fatmiri. E qartë Vullnet, çka do të thotë kjo për ty realisht? Kjo që po e shohim, kjo që ndodhi në seancën e parë dhe kjo që u deklarua para fillimit të seancës së dytë, a do të kemi një qeveri të Glau Kënjufsës, ose me Glau në kryeministër? Po, do të kemi, me të një vota. Jo, normalisht nuk do të kemi. Absolutisht nuk do të kemi. Kjo përshita shliqare, edhe të gjithë pedin, edhe ata të vetëvendosit që përshkojnë aty pedin që nuk ka kur që, dhe aty përshkojnë për me përfundu një situatë, cilën këtë pedin që shka me përfundu, për seancën e parë, unë mendoj që dallojnë paka shumë prej kësaj seancës së dytë. Në seancën e parë, për shembull formimi i komisioneve, 4 komisioneve të përhershme, për mendimin tim edhe bazë asaj që unë e pash, nuk lidhet me arsyetimin që e ka PDK dhe LDK, që thotë që do të më formu qeveria me ditë kush është pozita, kush është opozita. Jo, kjo ka shumë rëndësi. Kjo ka shumë rëndësi për arsye se është antikushtetuese bre? Jo, kjo ka shumë rëndësi që themelohet qeveria për arsye sepse komisionet të përbëhen nga shumica ose pakica. Për arsye sepse partitë të cilat i kanë shumicë në kuvend normalisht e marrin edhe e kanë një pjesë të shumicës edhe në komisione, edhe kjo normalisht ndikon edhe për çfarë ka pasur drejtim. Çështja që unë nuk po e kuptoj këtu është deri kur vlen këtu komisione pra në qoftë se na kena me shkuën zgjedhje në 10. Jo, kjo është krejtë jashtëligjshme edhe mirë kanë vepruar partitë politike që nuk kanë shkuar në atë seancë. Kjo është shumë e saktë dhe shumë e mirë, apo kupton? Projekt buxhetin e bën qeveria që mandatohet nga kuvendi që aktual. Kjo qeveri nuk o mandatohet nga kuvend, o mandatohet nga kuvendi i vjetër, i cili nuk ekziston mas 9 shkurtit më. Ka po dojta. Një veprim jashtëligjshëm. Absolut antikushtetues. Kurti di që është antikushtetues. Po kurti e shkel me qëllim. Sa ai po e teston Koçishnin sa gati për diktat, sa gati me tu në diktaturë. E ku kjo mbreti? Sot në atë seancë ka pasur vetëm fushat elektorale për lëvizjen vetëvendosi. Që se çfarë thotë zoti Kurti? Thotë që mirëqenia është ngritur, prandaj edhe s'kemi protesta në Kosovë. Që kur na ju ka ngrit mirëqenia prej që zoti Kurti është kryeministër, shporta e konsumatorit është trefishuar. Jo, që shkoni energjia elektrike është rritur, është rritur. Një tabak vejës. Fiks. 3,2 kon, 3 euro kon, para se marrë kënë pushtet. Kjo është qëllimi i zotit Kurti sot ka qenë që të ndërtoj idenë e një fushate politike për zgjedhjet e ardhshme politike që do të bëhen me gjasë në dhjetor të këtij viti. Kjo ka qenë që dhe në një farforme që t'u ahedhë fajin partive ish opozitare që këto janë shkatrues, dëmtues të shtetit, narrative cila më nuk pin ujë, narrative cila e dëmton Kosovën dhe mbi këtë narrativ zoti Kurti e ka dëmtuar Kosovën për 4 vite. Ka mundësi të ketë ndërtuar një narrativ tjetër në këtë rast, pra që në të ardhmen nëse ka ndonjë ndryshim të protestojnë tash këta që po rrinë sot qetë. E kupton çfarë po them? Kush protestoi? Vetëvendosja? Po. Qyre, unë e dini sënd.
Sepse, po ta bëj këtë pyetje, sepse gjithmonë ke thonë, qëllimi i kurtit është me nxjerr njerëz në rrugë, qëllimi i kurtit është me bëu protesta, a është kjo një prej shenjave që ta jep? Qëllimi i kurtit është gjithmonë kjo politikan naiv me një pikë, që ky se din që është naiv, i cilit i dokon njetë me fitua dhe me udhëheq. Me fitua elektoralisht, politikisht, edhe me udhëheq janë së ndryshme. Këto dallime se ka bërë kurrë. Edhe po, kurti o tip politikani, i cili përmarri qëllimin, nuk kursen mjete. Unë e veç me bëj një situatë hipotetike. Imaginoni, sot, të kish me qenë PDK, LDK, ose AK, ku është kurti, të kish provua me kaluar një bugjet t'il, mënyrë antikushtetuese, çka për mërmendja juve, a kish mujt mu zhvillu seanca, kurti i shkon seancë partinë e vetë, po kishim pa tim, kishim pa gas lëtsjelës, ka mundësia Molotov. E sot ish opozita dalim i govendit. Ja lojnë të lirë rrugon këti personi me shkel kushtetuton, me ngushtu demokracinë, me bo kapërcimin nga Republika monarki, edhe kjo të merbe, edhe kjo nuk o faj kurtit, o faj këtyri qyqonave që pituton kurtit. Pik, nuk gudzon, bëj barikat me njerës, nuk hinë kuvend hiqaj. Më konë unë aty në pozit. Nuk ka shansë me kalu me Faktikisht duhet me funksionua dhe institucionet e Kosovës. Ti pe din që po e shkel, pe din që o ka e bon gabim, po e ngushton demokracinë, edhe mjaftohen me konferencë për media. E qartë, për zotëri Softolli, kush do të dojë këto çështje shkelit e kushtetuesës të ndalante, nuk besoj që janë popull ata që me Nuk ka ndonjë ndëshkim për ata të cilët e shkelin ligjërisht, cilët e shkelin kushtetutën, por prokuroria, organet e rendit do duhet ta bënin detyrën e vet, që zotin Kurtin më mos ta lejojnë, madje as ta ushtrojnë pozitën e ushtruesit, sepse Gjykata Supreme e ka qartësuar këtë punë që këta janë duke ushtruar jashtëligjshëm pozitat cilat i mbajnë. Prandaj institucionet e rendit duhet ta bëjnë punën e vet. Unë jam pra asaj të ketë edhe arrestime. Jo, do duhet të ndalej që të mos i ushtroj dy funksione. Si të ndalim, deputetët kanë imunitet ndaj. Ndëgjam, duhet qytetari i Kosovës, Albin Kurti, edhe secili duhet ta kuptoj që shteti i Kosovës është shtet ligjor. Nuk mundemi ne më dalë dhe me shkel ligjin. Para 2 ditë qohet kryeministri i vendit thot, nuk ju kam shkuar në prokurori, le të vinë ata tek unë nëse munden. Po çka? Cila është ideja e këtij njeriu? Apo kupton? Po çka? Albin Kurti lutet. Po kjo mua bet tjetër, pajtona vullnet. Pajtona, ai don mu arrestue për me ndërtu diskurs. Po prokurorisë nuk bën mi interesue kjo. Prokuroria li më arrestue. Pse mu kur më thirr prokurori? Pse mu prokurori kur më thirr, thot, nëse nuk vjen të arrestojmë. Pse s'arrestojnë këto? Por çka ky jo? Se për mu, çdo pa di kur më thirr prokuroria shkoj pa çare, se pas në arrestimi, për Albin Kurtin jo, kush o ky? A o ky mbi ligjin a unë? Ja, ideja e këtë barabar për ligjin. Vullnet, po lutët për mu arrestu. Pse? Kallëzoma që të këndë vështrem. Po, di vërë pjesë. Po, cili është imazhi kryesor kur ti e mendon Albin Kurtin si politikan kran? A është imazhi një politikani që të hek zvarr? Jo, vëllai nuk është mo. Është imazhi një politikani dështuar që e ka dështuar Kosovën për 5 vite. Që kjo imazh është i Albin Kurtit për momentin. Veç për ty vullnet mundet me qenë imazhi i tij, sepse ka kaluar ajo kohë. Mozëtnia është kryeministri i cili po shfrytëzon xhipat e zi, po shfrytëzon truprojet, po shfrytëzon gjithçka këtij vendi. Mo nuk e ka atë imazh. E ka imazhin e një politikani të dështuar, një politikani që e ka izoluar Kosovën, një politikani i cili po shfrytëzon xhipat për krejt popullatën e Kosovës, sepse ka këndvështrime të ndryshme. Nuk jemi mostra standardit të qeveria e tij e ka këtë imazh e ka ngrit shportin e konsumatorit. A është e vërtet vullnet? Kjo që po thotë zotëri Softolli? To e tregon rezultatet zgjedhore kran. Po. Jo gjithçka tregojnë rezultatet zgjedhore vullnet. Jo gjithçka tregojnë rezultatet zgjedhore. Pse bën zgjedhjet atëherë? O jo patjetër nga format se pe bastardojnë kështu në këtë formë muhabete që shtrirja e propagandës për manifestohet demokracia në zgjedhjet. Demokracia dhe për drejt. Por, shumica në kuvend, shumica e votave që t'jep populli, t'jep fuqi, nuk t'jep drejt me ato që bën. Fuqinë e kime vendos. Jo do mos do ki drejt. Është mirë mi parë, ndryshe këto zysende.